Presidenti francez Emmanuel Macron, pas qëndrimit në Tiranë, ku mori pjesë në komunitetin politik evropian, ka falendëruar kryeministrin shqiptar Edi Rama për mikpritjen. Macron, përmes një postimi në platformën X, e ka thënë se miqësia mes Shqipërisë dhe Francës po forcohet dhe të gjithë këtë e ka bërë në gjuhën shqipe. I dashur Edi Rama, të dashur shqiptar, ju faleminderit për mikpritje në Tiranë dhe për shkëmbimet tona. Miqësia midis Shqipërisë dhe Francës po forcohet përmes arritjeve konkrete. Vendi juaj e ka vendin e vet në Bashkimin Evropian. Franca ju mbështet në këtë rrugtim, ka shkruar Macron. Presidenti francez sot mbajti një fjalim në forumin ndërkombëtar në Tiranë, një platformë globale që mbledh lider politik dhe drejtues të korporatave më të mëdha në botë për diskutimin e inovacionit, investimeve dhe të ardhmes së ekonomisë botërore. Macron u bëri thirrje përfaqësuesve të shteteve pjesëmarrëse në këtë forum që të investonin në Shqipëri, pasi sipas tij, vendi ka një udhëheqje të fortë dhe një të ardhme të sigurt drejt Bashkimit Evropian. Ai theksoi se kjo thirrje vjen jo vetëm sepse Rama është miku i tij, por edhe sepse me mandatin e tij që mori, Shqipëria do të shkojë drejt Bashkimit Evropian brenda 2 viteve. Gjithashtu sot është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi në fushën e turizmit ndërmjet Shqipërisë dhe Francës. Memorandumi është nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për krijimin e një projekti gjithëpërfshirës për turizmin e qëndrueshëm në rajonin e Korçës.